Lutra, kur po flasim këtu, nështë ta njerës që po na shikojnë, thojnë e shka mundemi me na me përfitu prej konferencës, panelet shumë të mira, shumë profesionale, po qysh do t'jetë qasja për ta? Në fund të çdo paneli do t'jetë pjesa e rezervuar për pyetje dhe përgjigje dhe secili që ka ndonjë pyetje është interesuar që di më shumë rreth një teme të caktuar apo rreth një çështje që është ngrit nga panelistët të diskutu, mund të adresojnë, ta marrin përgjigjen dhe munden domethënë me pas një rrjedhim me ata mjek dhe me ata profesionistë shëndetësor aty për aty gjatë konferencës, në mënyrë që edhe të konsultohen për veprimet që merren apo nuk merren për një stil të shëndetshëm të jetës. Siç cekum doktori, unë kam rastin në familje, është babai im është shembulli i preventivës apo i rastit i reduktimit të rrisjeve, sepse duke qenë sa i ka vujt një kohë nga diskusi dhe nuk ka kohë për palestër, ai zgjohet çdo ditë gjysmë ore dhe bën këto ushtrimet që janë të preferueshme. Është personi që i bën domethënë analiza çdo 6 muaj, rrin vetit gati, pak probleme kardiovaskulare, kështu e tilla, ruhet shumë në ushqim dhe i parandalon disa gjëra, disa rreziqe, domethënë i redukton shanset për me pësu ndonjë gjë më serioze. Nga ana tjetër kemi pacientë të tjerë që janë me diabet dhe kam edhe këtë rast e kam në familje që merr terapi ndaj diabetit dhe anë ëmbëlsirë dhe kur i dalin analiza thotë po pse pi marrën ne këto për me mujt me ongër hamel. Edhe vojnë këtë anën tjetër, po për te konferenca esenca është që përpos brezit ri që tash ka qasje edhe më shumë në informata, edhe falë Zotit janë edhe pak e duan shëndetin edhe e ruajnë pak më shumë se sa mosha gjenerata ime, për shembull 30 vjet, 35, 40-45, që na janë pjek disa zakone, disa vese, me thënë. Jam pro kësaj që ka ndryshu njerëz. Ka ndryshu, pikërisht duke që jemi ne, domethënë 94 e këtej ose pakës më herët, që kemi nevojë me punu për me i hek disa vese që na janë pjek, domethënë, sepse thjesht për me reduktu një rrezik të mundshëm që me kalu në obezitet, me kalu në sëmundje që na prekin edhe shëndetin riprodhues, sepse jetë një stili i pasiv i jetës edhe këtë e realizon, kështu që po besoj që kemi punë me plot gjenerata dhe targeti nuk është vetëm një grup mosh, është janë të gjithë ata që punojnë, kanë një rutinë të punës dhe që nuk kanë kohë për veten, apo që pretendojmë që nuk kemi kohë për veten.